kjo është do të thotë një fatkeqësi që po i ndodh Kosovës, do të thotë është sot seanca 22 dhe në bazë të asaj që po dëgjojmë, nuk besoj që do të ketë ndonjë lëvizje. Kishte edhe disa deklarata nga disa nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje, të cilat unë nuk i marr absolutisht seriozisht, se thonin që dikush tha që kanë 2 deputet nga LDK, diçka nga PDK, do të votojnë, madje kishte jemi duke punuar me përkushtim, nëse nuk gabojmë, ishte deputetja Statovci. Tash imagjinojeni, kanë kaluar gjithë kjo kohë dhe tek tash u ka rënë ndërmend që duhet me punu me përkushtim për të arritur një marrëveshje. Kjo është edhe më zhgënjyese. Kjo tregon do të thotë sa jo serioz kanë qenë. Kërkoj falje. Pa problem. Kështu që unë mendoj që të presim të shohim se çfarë do të bëj, po ashtu pam edhe kishte një deklarim të faktikisht një paraqitje të zotit Limaj, të cilin e kam përcjellur me mjaft vëmendje, i cili dha disa detaje, për cilat unë kam pas kritik shumë herët, sepse kam menduar që ai do duhet të ishte transparent me publikun, me qytetarët që e kanë votuar, dhe të na tregonte çka ishte puna asaj marrëveshje, a ka pasur bisedime apo jo, dhe më në fund mbrëm e dëgjuam. Edhe ai ishte dikun kontradiktor, sepse diku thoshte që në bisedi ka thënë ai do numrat Albin Kurtit apo e don partneritetin, dhe ai ka thënë e dua partneritetin. Sepse në të tjera, po e parafrazoj, zotri Lima i thoshte që numrat i jap sepse nuk dua ta vënë në siklet një kryeministër, do thot person që dëshiron ta formojë qeverinë. Po tani pyetja ime është, zotri Limaj, po ti nëse me të vërtet kaq shumë e don shtetin, sepse në emër të saj thoshte, në emër të shtetit, formimit institucioneve, pse pra nuk po e voton kandidatën për krye parlamentare, tash bllokon shtetin, pate partneritet, sepse ashtu e parafrazoj në atë mënyrë se është shumë e rëndësishme për të që shteti të mos bllokohet dhe të ecim përpara. Kështu që ne po shohim fatkeqësisht qytetarët e Kosovës janë një popull që durojnë shumë, e presin shumë dhe prandaj ne e kemi edhe këtë qetësi, do të thotë gjithë kjo saga që po ndodh, sot është epizodi 22 i një seance me një emër të vetëm Albulena Haxhiu. Madje qytetarët të mos mashtrohen. Formimi i atij komisionit që nuk po votohet për të votuar fshehtë është vetëm një kamuflim i problemit, sepse edhe ai komision pra po tentohet të formohet që në mënyrë të fshehtë të votohet përsëri Albulena Haxhiu. Kështu që kjo është një fatkeqësi që po na ndodh neve, që tregon që kemi një papjekuri politike të gjithë atyre që janë të përfaqësuar në kuvend, por megjithatë fatura kryesore e përgjegjësisë i shkon lëvizjes vetëvendosje, më saktësisht Albin Kurtit, sepse unë mendoj që Albin Kurti është ai që vendos gjithçka aty dhe ai merr të gjitha vendimet, të tjerët e përcjellin. Pra janë followers në një mënyrë. Po,